Nxënës nga Kosova kanë fituar vlerësimet më të larta në edicionin e sivjetëm të Neo Science Olympiad 2026 të mbajtur në Shtetet e Bashkuara, duke u rënditur me zgjaruese më të mirë nga gjithë bota. 4 nxënës nga Kosova u nderuan me çmimet prestigjioze Best of the Best, të cilët u ndahen pjesëmarrësve me rezultatet më të larta në disiplinat e Olimpiadës. Vesa Kimari, nxënëse klasës së 8 nga Prishtina, Kaon Emrllau, nxënësi klasës së 3 nga Fushë Kosova, fituan medaljen e artë Best of the Best Science, ndërkohë Dion Gashi, nxënësi klasës së 7 nga Suare, ka u shpall fituesi medaljes së artë në kategorinë Best of the Best AI Prompt Challenge, ndërsa Almir Kurtulaj, nxënësi klasës së 9 nga Prishtina, u vlerësua me çmimin Best of the Best Do It Yourself Challenge. Neo Science Olympiad mbledh nxënës nga vendet ndryshme të botës për të garuar në shkencë, teknologji dhe inovacion.